3 ditë nga nisja e shpërndarjes së fletëve të votimit për emigrantët kanë mbërritur në Shqipëri votat e para të diasporës. Zarfet janë marrë në dorëzim nga KQZ, kryekomisioneri Ilirian Celibashi dhe 2 përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Celibashi tha se kanë mbërritur mbi 700 vota dhe se nga hapja e 2 zarfeve të para rezultuan të rregullta. Kanë mbërritur deri tani 735 zarfe ose vota më mirë të themi. Sa po bëm evidentimin e 2 votave të para, njëra ishte nga qarku Berat, Gjermani, nga Gjermania, dhe dyta ishte Dibur nga Franca. Fletët e votimit që mbritën dhe ato që do të mbrin nga diaspora do të vendosen në Parkun Olimpik, që është i monitoruar me kamera gjatë 24 orëve, ndërsa kryekomisioneri Celibashi shpjegoi procedurën që do ndiqet. Të gjitha zarfat B ndahen sipas qarqeve dhe depozitohen në kutitë përkatëse të votimit të qarqeve përkatës. Filloi procesi i numërimit. Do të dalin zarfat B, do të nxjerrim zarfat B nga kutia. Prej zarfit B do të nxjerrim zarfin A. Zarfat A të gjithë do të grumbullohen në një kuti tjetër të veçantë, me qëllim që të mos identifikohet se kujt i përket zarfi A dhe pastaj do të fillojë procesi i numërimit. Zarfet me fletët e votimit do të selektohen nëse ka dëmtime dhe mëtej do të ndahen sipas qarqeve përkatëse. Përmes një pajisje elektronike do të identifikohet zarfi nga cili shtet vjen dhe cilit qark i takon fleta e votimit. Ato do të hapen në 11 maj, kur të nisë procesi i numërimit, paralelisht me votën brenda Shqipërisë. Celibashi ripërsëriti faktin se asnjë fletë votimi nga diaspora që mbërrin pas orës 19 të 11 majit nuk do të pranohet dhe nuk do të numërohet.